Kemi marrë furnizim me armatim. Aty ka jena këthy, ka në rruga më e gjatë, që ka ndodhë në herë grupe të që kesë më hinë Kosovë. Jenë armatos, asë të thonë dishka pesha jashtëzakonisht trauma. Kemë pas, jemi ka ndikun afër 54 vete sa di. A e keni bo në kom? Në kom, e kena bo të imi krejt. 8 ditë e 8 nete kena bo rëktim. A e keni pas ushqime të paktën? As ushqime s'kena pas. Për 8 ditë, veç me ujë e kena ma shvjetin. Aty pozicione këtheu ma rotull, deri sa kena më rëj. Dikon e fshat Deçanit, pja Rajanit i fshati. Aty dita e tetë kam unë me Isof Krasnisin me pseudonimin Rapini. Kja kena e kish pa dit pak me bo buk, unë që shisha në ullën teme që dhe pak të një mu vish buk me bo dishka vish për me, po kena po ata buk se dhe në të pjek, nda u katuk, se u shiru Kosova. Bajram tash. Edhe, po nuk shek e të poshtë ishë mshelë, edhe fyti ishë mshelë. Kur sanë, për sa të shku? Për një kohë, 8 ditë, nuk shek e as buka.